Kanë kaluar 3 vjet që kur krerët e shtetit të Kosovës dorëzuan në prag dosjen që synonte të vulloste orientimin strategjik të vendit, aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian. Por ky aplikim ka mbetur aty ku nisi në sirtar. Ndërsa institucionet flasin për progres, nga Brukseli sqarojnë se procedura mbetet e pandryshuar. Pa dritën e gjelbër të shteteve anëtare, procesi nuk mund të lëvizë përpara. Ju lutem vini re se Komisioni Evropian është gati të përgatesë një mendim mbi aplikimin e Kosovës për antarësim nëse kërkohet nga Këshilli. Gjithashtu, siç është theksuar më parë, vendimi për shtetet e reja që bashkohen me BE-n i takon në fund të fundit shteteve anëtare për ta vendosur. Pavarësisht këtij bllokimi procedural, qeveria në detyrë insiston se Kosova e meriton vlerësimin. Angazhimi përmes takimeve intensive e bisedat në çdo nivel me homolog dhe kolegë nga BE-ja dhe shtetet anëtare nuk ka munguar. Aty kemi argumentuar si kemi arritur deri te aplikimi dhe pse meritojmë statusin e vendit kandidat. Që procesi të mbetet i bazuar në meritokraci dhe të ruaj kredibilitetin, aplikimi së paku duhet të marrë vëmendjen dhe vlerësimin serioz nga ana e BE-s dhe anëtarëve të saj. Por përtej optimizmit qeveritar, realiteti sipas njohësve të integrimeve është krejt tjetër. Ata e shohin aplikimin e vitit 2022 si lojë politike, ku paralajmëruan se pas zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, dera e Bashkimit Evropian do të mbetet e mbyllur. Pa ringjallje të dialogut, asnjë gjasë teorike nuk ka që Kosova të bëjë hapa të rëndësishëm në agjenden evropiane. Mund të ketë lojra banale, siç është aplikimi pseudo aplikimi për antarësim në BE, i cili nga asnjë person në BE nuk është marrë seriozisht, sepse janë 1 milion çështje të cilat duhet që të përfundohen para se një gjë e tillë të bëhet. Derisa politika e zgjerimit mbetet peng i dialogut dhe mosnjohjes nga peshqja evropiane, Kosova vazhdon të jetë e vetmja në Ballkanin Perëndimor pa statusin e vendit kandidat me një aplikim që pret ende të lexohet.